Taulan Toma, i dënuar për grabitje, vjedhje dhe trafik droge, njehet si një ekspert aratisish nga mburgjet e sigurisë së lartë në Itali dhe Evropë. Aratisja e fundit ndodhi gjatë natës mes 7 dhe 8 vjetorit. I dënuar deri në vitin 2041 dhe i klasifikuar si tepër i rrezikshëm, Toma u largua nga burgu i operas në Milano, një strukturë me siguri maksimale. Sipas mediave italiane, Toma preu hekurat e qelisë dhe më pas u zhduk në errësirë, duke përfituar nga momentet e ndrimit të turnit të rojeve. Aratisjet e Tomës ka nisur që në vitin 2009. Më 9 nëntor të atij viti, ai u largua nga burgu i Ternit në Itali, duke përdorur një çarçaf të improvizuar për t'u zbritur jashtë godinës. Vetëm pak javë më pas, më 24 dhjetor, ai u kap sërish së bashku me 4 shqiptar të tjerë, të dyshuar për grabitjen e 7 vilave në veri të Italisë. Pas 4 vitesh, më 2 shkurt 2013, Toma arriti një tjetër aratisje spektakolare, këtë herë nga burgu i Parmës. Ai u largua së bashku me Valentin Frokajn, të dënuar për vrasje. Dyshja preu hekurat e qelisë dhe përdori litar për t'u larguar. Po atë vit, më 14 vjetor 2013, Toma u aratis edhe nga burgu i Lantinit në Belgjik, edhe pse ishte arrestuar vetëm 3 muaj më parë, më 11 shtator, ai arriti të siguronte një tjetër ikje të suksesshme. Rikthimi i emrit të Taulan Tomës në qendër të vëmendjes pas aratisjes së fundit ka ngritur pikpyetje serioze mbi masat e sigurisë në burgjet evropiane, sidomos kur bëhet fjalë për të dënuar me rrezikshmëri të lartë.